Atëherë dëgjuam, Zotja Xhia thotë që përse do duhet që Olzdado prokurorit çështjes të rri me zor. Dhe unë po e shtroj si pyetje për diskutim, Beko po e nis me ju. Diskutimi për konflikt interesi. Velia kështu akuzon për shtesin për lejen e ndërtimit, për kërkesën për shtesëkatesh që nuk e mori dhe kërkon që ky gjyqtar, ndryshe, ndjes ky prokuror, ndryshe nga Altin Dumani, të rriqet pra Olzdado. A do duhet të rri Dado në këtë histori? Ligji procedurial parashikon rastet kur prokurori do të japi dorëheqjen, janë të njëjta me rastet kur gjyqtari do të japi dorëheqjen. Dhe këto janë rastet kur personi ka një interes. Ndërsa kemi një ligj të përgjithshëm, i cili është ligji mbi konfliktin e interesit, i cili përfshin çdo në punës administratës, ku ti ke një qasje të tillë për një rast personal gjatë ushtrimit të funksionit dhe je në një konflikt interesi. Duke ardhur tek ligji procedurial, ne shikojmë që ky ligj bën disa parashikime, lidh bashkëshortët, lidh interesa të ndryshëm, duke lënë një paragraf të paqartë mbi konfliktin e interesit, i cili çmohet rast pas rasti. Rastin e gjyqtarit, palët kanë për detyrë që ta ngrënë këtë pretendim sa bie në ndjeni të konfliktit interesit. Pra, kur ti e konstaton që je në një konflikt interesi, menjëherë për një arsye të ndryshme se ke konstatuar në fillim, por mësohesh mund të vish në kontakt më pas. Dhe bëhet një gjyq për këtë. Në rastin e prokurorit, ligji parashikon që kjo kërkesë i drejtohet prokurorit, drejtuesit të prokurorisë, dhe i bëhet ose nga vetë kërkuesi nga pala, ose nga prokurori, i cili i parashtron dhe arsyet edhe faktet. Pra, avokatët dje thanë që kjo si procedurë është kryer. Kjo është kërkuar. Nuk është kryer kërkesa për të rriqjen e Olzdados? Shiko, ajo edhe mund të bëhet si kërkesë, por këtu edhe kolegu avokat i di, këtu vazhdimisht ka gjyqe dhe ka konflikte, pasi ka një paqartësi, është një fill i hollë që kur kemi dhe kur nuk kemi konflikt interesi, sepse jo në çdo rast mund të kesh konflikt interesi për një çështje të caktuar. Po, siç u shprehën edhe ata, kanë pas pretendimet e tyre. Këto pretendime pra çojnë, këto quhen prova. Dhe me kërkesën, ku parashtron faktet dhe bazën ligjore ti çon edhe provat. Dhe janë këto provat të cilat të binin jemi një konflikt interesi ose jo. Dhe është drejtuesi prokurorisë, po edhe vetë prokurori ofrohet kryesisht kur e konstaton faktin. Por ka një moment që ti ke të drejtë ta kërkosh këto sa vjen në djeni. Jo pas një viti e gjysmë ose në një fazë të caktuar të procedimit. Dhe pastaj kjo çmohet nga palët. Kjo kërkesë është bërë në kohë rekord, kam përshtypjen, është bërë brenda rasti konkret. Për Velia i flasim. Rasti konkret. Që Olzdado përjashtohet nga hetimi i Veliajt. Po ma kemi një moment unë duke folur për këtë. M'fal, kolegës. Jo, është pyetja për ju. Është ende pyetja për ju. Kur është bërë? Çështja ka 2 vjet, 3 vjet, ka që hetohet. Ti e di, flas për rastin këtë. Pra, ti e di që në rast se di që ky prokuror ta zëm është në një situatë të tillë, e parë do të kërkosh provat. Ky procedim është 2024-s. Po çfarë lidhje ka me po mirë e 2025-s ta zëm. A u vuaj në djeniti? Personi e konstatove faktin. Po, e di që ai është gjyqtar. Pra unë e di që po meton Bedar Beko. Ti nuk duhet të presësh të vi një pasojë favor ose jo, po duhet ta bësh kërkimin me një. Po ishte kolega i para një viti apo. Prit se kjo është e bukur, prit ta sqaroj. Ka më shumë se sa po. Pra, nëse koleg para në shkurt të vitit kaluar ishte kolega i Olzdado, ishte kolegu i Lalit në shkurt të 2024-s, kur nisi procedimi penal. Kur është rritur. Kur është regjistruar procedimi penal, a e mend Lalin, kur doli nga Spaku dhe tha takoha, tha një 8 orë, piva kafe, dhe nga drekta me ca kolegë të mi. Njerëz tha ti fantastik, më të mirë nuk e ku gjesh, ata xhir këtu mos e kam këtu gati. Kemi parasysh, E kupton domethënë? Tani, po thuaj që nëse unë jam personi i jetuar, ju keni çështjen time. Ju jeni prokurori im. Jeni të dy prokurorët e mi dhe po metoni mua. Është, po themi, prilli 2024-s. Ti më merr në pyetjen prill 2024. Unë vjen ndjeni që ka një hetim ndaj meje. Unë e di që ti ke kërkuar një leje tek unë. Do ta bëj kërkesën që në atë moment. Në atë sekond. Po, ke një afat, mund të kesh edhe 2 ditë edhe 3 ditë afat. Shiko, duhet të kuptojmë një logjik të ligjit. Pra, ti ke një shkak, ose unë kam një shkak, sepse ky është debati, që ti thua që unë kam një shkak, ose them unë që kam, ose unë them që s'kam.
Okej. Sepse ne kështu jemi, por ti në rast se ti e konstaton në moment. Dhe më thua dhe mund të më drejtohesh, shiko, sepse ti më njeh, sipas asaj logjike, ne bash njehemi. Ke kërkuar një leje tek unë. Po ta zëm, supozojmë, marrim rast konkret, supozojmë për disa veta, edhe ti mund të bësh kërkesë, sot të gjithë i drejtohemi administratës pafund për kërkime të ndryshme. Sa ka ato kërkime janë të ligjshme dhe ti je në funksion të ligjit, jo për çdo rast mund ngrish pretendimin. Megjithatë thash ato çmohen sepse vazhdimisht ka konflikte edhe në gjykat, ka gjyqe, ka debate pafund mes palëve. Pikërisht për këto. Po, përjashtimi i gjyqtarëve se prokurorëve. Qyqe, edhe në vetë paragrafet, parashikimin e gjerë 15 vjus janë disa nene që cilat ndohen që ligjvënësi të jetë ca më i kujdesshëm në këto momente sepse ngjallin konflikte dhe më pas pastaj mund të bëhen shkak për pavlefshmëri e tjerë. E qartë. Avokat, ne së bashku kemi kemi diskutuar pak këtë pjesën e çështjes konfliktit të interesit. Përse mendon që Veliaj po e bën pikërisht në këtë moment, dhe jo si shta Bego që kishte që momentin që vjet dini që po e tonon Zado, ti e di që mund të kesh një konflikt të mundshëm interesi dhe kërkon përjashtimin e tij, dhe në krah Altin Dumanit vjen Klodian Brau, vin apo një sër prokurorësh të tjerë. Në mënyrë përse momentin që u arrestuan? Do ta them në momentin më të thjeshtë të mundshëm. Okej. Erion Veliaj ka besuar deri në fund që është i paprekshëm. Okej? Erion Veliaj, hetimi për të cilën Erion Veliaj sot në arrestin me burg është hetimi numër 7. Ndaj ti. Ndaj ti. Pra, është hetimi i fundit në radhë. Është hetimi i fundit në radhë. Kur ai ka parë 6 hetimet e para, që s'po ecni fare, ato që do heton Dritan Prençi, ai Ben Kraja, ato që heton ky dreq Dibra. E qartë. Kur i pa domethënë që këta nuk po ecnin si hetime, se nuk e di pse i kanë futur frenat e dorës këta zotërinj të Spakut. Ky mendoi që edhe ky hetim që ka nisur Orzlado dhe Altin Dumani, sepse Orzlado dhe Altin Dumani janë një lloj. Bledi ka qenë prokuror, e di çfarë do të thonë një lloj. Firmosin të dy shkresën kanë të drejta të një lloj të barabarta. Një moment këtu. Altin Dumani është vasali i Orzdados. Një moment këtu. Ajo çfarë sepse kjo pyetje u shtrua dje avokatëve. Dhe i thanë që përse sulmohet ndjes kërkohet përjashtimi i Orzdados dhe jo i Altin Dumani, sepse tha që një pjesa më e madhe e procedurave, po themi, janë të firmosura nga Orzdado. Të lutem. Mos u merr. Ka arsyetim logjik kjo? Të lutem. Mos u merr me Maxin, sepse është një lloj sikur të merresh me mua nëse do isha unë vend Maxit. Apo thotë ty është në rolin e avokatit dhe është i detyruar. Ke parasysh po bën një interpretim që nuk ka logjik fare. Max Axhia po themi është avokati, po themi. Max Axhia do bëj të gjithë le të themi epopen e tij mbrojtëse për të sjell le të themi përpara gjykatës në pozicion sa më të volitshëm klienti që ai ka. Kjo është legjitime. Në njëjtën gjë bëjmë ne kur shkojmë gjykatë. E qartë. Kjo është normale. Tani ne po flasim për fakte më zot. Për fakte. Jo, ai thotë që këto janë tash. Erion Veliaj ka qenë i bindur që ndajtia atia nuk do i preke një fije floku. I bindur mëse ka pas kolege. Ai dilte nga prokuroria dhe jo pa çudi i thon i mashtrues i lindur, sepse ai edhe aty kur del thot duke buzëqishur, duke treguar domethënë me një lloj sarkazme vrastare për këta njerëz. Ndoshta ajo është lufta politike për shkak të Partisë Socialiste, meqense ka nisur atë dhe ka pasur detyrim do flas vetëm ti. Nga që shiko, ti the mashtrues kështu dhe unë jam thanë ata mos, se ai edhe nxorri. Dhe unë jam detyruar të bëj një lloj balanci të asaj që ti thua. Andi, transkriptin e nxorri ai. E qartë. Kur thot mashtrues patologjik. Po. Ashtu. E nxorri ai, nuk e tham ne. Po ti the mashtrues i lindur prandaj. Po një lloj, një drejtë. Tani po them, ky nuk ka jo pa qëllim, ky sepse e kanë zgjedhur këtë tezën, po un po doja ti ikja, un ika datën 30 dhjetor në Amerikë, s'kthehesh unë. Po u kthye. Po edhe në 30 dhjetor, ky e dinte shumë mirë që nuk futesh në burg. Sepse kërkesa e prokurorisë për arrestin ka ardhur në datën 24 janar. Po. Dhe ky është arrestuar në datën 10 shkurt. Në rregull, ky deri në datën 30 dhjetor këtia nuk hynte gjem në këmbë, fare, zero. Tani ç'a ndodhi? Ndodhi që ky Orzlado nga lepur u bë luan për këtë Lalierin.
Dhe ka nisur tani një fortunë e madhe mediatike, djallëzore, e poshtër, e poshtër më të poshtër nuk e ku të gjithë, sa të kem frym unë lakejnë të tillë mediatik, nuk do nguroj asnjëherë. Nga frokrat, nga tikrat, mos të lutem, mos më përmend emra. Po unë mos më përmend emra, se kam ndoshta një pikë koleg. Janë njerëz media të cilët jo thjesht janë paguar, po bëjnë nga mjesi deri në darkë lëpirjen e kryetarit të bashkisë. Okay. Dhe më e keq akoma, ka furë dhe një shpur të madhe pseudo-artistësh, i them pseudo-artistësh, sepse vetëm artistë nuk janë ata. I kishte vënë Artan Imamit, ky aktor i madh i skenës së teatrit, i kishte vënë në dispozicion të gjithë skenën për të bërë një gjë për veten e vet. Paguar nga Bashkia e Tiranës, nga lekë tona. Të dosje kjo që po thua. Po ma. Tu është shmendurim, tu e kapësh kokën me dorë dhe këta vazhdojnë akoma flasin për ditë. Po i bojë një padrejtësi Lalierit. Në bazë të asaj dosjes, Lalieri duhet të kishte shkuar në deti Mesde. Fundosje fare, bazë të asaj dosje. Tani, për të ardhur këtu, mos u merr me pjesën tjetër. Por çfarë është konflikti interesit? Çfarë është më vëlla? Ky Olzdado, jo ky Olzdado, po ata që kanë qenë me Olzdado ka shkuar dhe kanë kërkuar një leje. Në rregull, ti ja ke dhënë lejen. Po. Ku është konflikti? Ka kërkuar shteskatesh. Se s'është vërtet fare, se aty nuk është ndërtuar as shtetkata mbi shtesë. Sepse shtet, po prit më sa. Sepse ti mund t'ia hedhësh këtyre që flasin. E them me një fjali. Shtesë nuk jep dot kryetari i bashkisë për shtetskatës. Kryetari i bashkisë ka ja 5 vite që nuk mund t'i japim leje për te pallati për te 8 kat. 8 kat e lart e jep Xhaxhi Edi. Po se di se ka kërkuar Olzdado, mos e ka kërkuar dytën ta bënte 4 tani, se nuk e di. Po nuk mund të kërkonte, thash shteskate kur atë drejtë ka pasur KKRT-ja, nuk e ka Lalieri. Që është në krye Edi Rama, ministri. Nuk ka lidhje Lalieri këtu. Këtu s'ka konflikt interesi. Tani nëse ka konflikt interesi do hiqte te pjesa e zotit Berisha me Irena Gjokën. Po që ka përjashtuar dikur. Ai ka hequr vetë, e ka përjashtuar dhe ky është konflikti interesi. Në rastin konkret ti ke ardhur ke bën një kërkesë, ke marrë lejen. Ku është konflikti vëlla, se s'po e marr vesh. Dhe e treta, dhe e fundit, blet më falësh. Të lutem të ndryro. E fundit, ki thot kanë bërë kërkesë, nuk kanë bërë kërkesë këta. Se këta me ligj, ta shpjegoj pak bleti pak më parë. Me ligj kërkesa i bëhet drejtuesi prokurorisë, po drejtuesi prokurorisë është dhe i çështjes aty. Po mund të bërë kërkesë, është e ligjshme prapë se ti përveç i çështjes. Ja çosh i LD-s. Ja ka çuar i LD-s dhe KLP-s e ka çuar. Po pra, dhe aty ja çon për si akt procedurial o zotri. I thua ka 1 2 3 4 5 6. Kërkohet dhe aty është kërkuar pezullimi nga hetimi i çështjes së Erion Veliajt i prokurorit Olzdado dhe nisë një hetimi disiplinor ndaj tij. Po kam përshtypje mos gabohem. Okej. Dhe tjetra, në momenti kur ti ke shkuar për masën, që do shkosh për masën, sigurisht mos e ngatrojmë këtë histori, domethënë, ti do duhet të arsyetosh dhe kërkesën tënde. Në raport me atë çfarë ke kërkuar. Okej, nuk është e bërë në atë kohë, është bërë shumë mbrapa se sa seanca. Bego kishte diçka përshtuar në raport me atë. Në të mbështes sa tha kolegu, mund ta thash edhe pak më parë, kur fola. Pra kërkesa për përjashtim, bashkëlidhje provat. Ti the që ka bërë një kërkesë për leje. Okej. Se ti ka bërë një kërkesë për leje dhe është rrëzuar. Ku është kërkesa? Po s'ka bëmë jo. Do ta kishte nxjerr. Ç'u s'do ishte bërë? E ka pe mata. Në qoftë se jo, nuk ka pe matë. Në qoftë se ka bërë atë, dhe se Veliaj pretendon që kjo kërkesë për shtesë është bërë me telefon dhe është bërë me telefonin e punës së Olzdados. Telefoni i Veliajt sot ndodhet në duart i sekuestruar, se po ti kishin të avokatët, këto mesazhe mund t'i nxjerrin, po janë te telefoni i Veliajt. Na i ktheni than dhe i gjejmë. Atë më fal, aq bukur e ke nisur këtë. Atëherë. Do të ka pe matë? Po jo, ti matë e kapur. Tani në rastin konkret. Tani edhe kjo që sapo thotë Erion Veliaj është totalisht jashtë çdo procedure. Edhe sikur të ke ndodhur kështu. Me telefon e punës, po. Po dhe sikur të ke ndodhur, nuk kemi kafenen e lagjës, o zotëri. Çdo gjë, kjo është shtesë kati që pretendon ti që unë po them në një tjetër nuk ekziston fare, sepse me ligj nuk mund të kërkohet se kërkohet te KKRT-ja nëse ti do shkosh mbi 8 kate e lartë. Në Tiranë, kryetari i bashkisë ka çesat e Kashtës. Ja ka ndryshuar me ligj Edi Rama këtë histori. Kështu që s'ka se si ta kërkojë. Në rastin konkret po të them në një tjetër, për atë që ka kërkuar fisi i Olzdado, se Olzdado nuk ka kërkuar Olsi. Ka qenë Olsi, ka qenë një ndërta. Ashtu, ka marrë, këtu s'ka më konflikt interesi. Nëse pas ka kërkuar shteskati, që e para një nuk ka arsye ta kërkojë te Erion Veliaj se shtesat e katit do kërkojnë KKRT. Kur kërkojnë mbi 8 kate, po them një. E dyta, po them një herë tjetër. Nëse pas ka qenë, po depozitoje më tregoje. Ja ku ma ka kërkuar,
Dhe unë nuk e kam Jo, bërë. kanë sekuestruar telefonin se ka bërë më kërkesë me shkrim, nuk e di. Atëherë, kjo ishte ajo që tha Bego. Për sa kohë ti thua që Velia po ta kishte do ta bënte publike. I ka shkuar mesazhe të më japësh 1 lekë dhe kryetari i bashkisë ka thënë jo, do të poshtë. E bëri kafe në lagje supozojmë ti, po supozojmë. Po mirë. Jo, shiko, unë jam i detyruar, shiko, ju rrini në të drejtën e ligjit ju të dy, dhe më lini mua të bëj atë djallëzorin, të bëj ca pyetje që të nxjerrim konkluzione të sakta për publikun. Po më nxjerr mallin. Prandaj jam i detyruar ta bëj. Po më nxjerr mallin e Andrea Stefanit, ndjes pas atij ku është, që edhe kur e pyesnin për një pyetje për Gjirin Persik, a fillon e po. Se Sali Berisha është kështu. Tani, ti nëse do të fokurizohesh i çikës, unë jam i detyruar, mik me frokun, me një si punë tjetër. Shiko çfarë ndodh, ta shpjegojmë për audiencën. Ju jeni të dy njohës shumë të mirë të ligjit dhe ju i bëni një lloj analize shumë të mirë të gjitha procedurave ligjore që ndiqen. Por pozicioni im këtu si moderator është t'i thjeshtoj gjërat në atë pikë sa dhe një gjysh 80 vjeç dhe një gjyshe 90 kur do të më ligjojnë ta kuptojnë këtë që po themi. Ky është roli im. Atëherë, thjesht se kaq nuk di si të flasë. Po prandaj jam të detyruar thashun që më ani të drejtën, ju them lini mua të bëjmë çik djallëzori në këtë histori. Regjia, të lutem kaloni pak me insertin, ndjes me sinkronin numër 2 për blerët online. Prova dhe ca detaje lidhur me ngjarjet që për mua është absurditet dhe është një gjë e qëllimshme që të shkosh te kryetari i bashkisë nëpërmjet blerjeve që ka bërë shoqja. Është për të mos shkuar tek fjalat cinike, është cinike. Një hetim serioz kapet me kryetarin e bashkisë, jo me gruan e vet. Gruaja vet, nëse ka përgjegjësi, e justifikon, ke një institucion që quhet ILDKPI-a, Inspektorati i Deklarimit të Pasurisë, ke ekspertët që të bëjnë analizën financiare për të nxjerrë të ardhurat, nivelin e të ardhurave, nivelin e shpenzimeve, shtria në kohë ato që tha Dritani. Por ajo që është kryesorja është që edhe kur janë hedhur duke ditur mentalitetin shqiptar që edhe raportet ekonomike të njerëzve, duke ditur ka ushqyer ndjenjën e shqiptarit për të krijuar një ngjarje që është abuzimitet i shumë i madh, është është përdorur pushteti për këto gjëra, po ti hysh ngjarjeve një nga një, dalin krejt të ndryshme nga ato çka i kanë dhënë opinionit. Pra si që dëgjuam, ka një lloj pretendimi nga ana e avokatit të, në këtë rast, familjes Velie dhe është Jola Xoxhës, pra bësh Max Axhia. A ka të drejtë? Në rastin konkret, avokati që thotë që për shkuar te një funksionar i lartë, një zyrtar i lartë shtetëror, siç është rasti kryetarit të Bashkisë Tiranës, nuk do duhet shkuar nëpërmjet blerjeve që ka bërë bashkëshortja e tij për ta hetuar, por sigurisht mund të gjenden rrugë të tjera. Ka të drejtë kur e thotë këtë? Në fakt, më lejo të them që me aq sa di nga çështja, njohur nga media, po edhe nëpërmjet akteve të gjykatës me bazë të sigurimit, ky është bërë një hetim kompleks dhe nuk është besoj që është shkuar nëpërmjet blerjeve të bashkëshortës, pasi siç na rezulton neve, procedimi penal ka nisur mbi bazë të një denoncimi nga një qytetar që supozohet se nuk Mesti Angoni. Pra nuk është shkuar nga këto. Këto del se kanë qenë pjesë e hetimit që ka qenë gjithë përfshirës dhe ka qenë një hetim kryesisht ekonomiko-financiar. Dhe është bërë një bilanc i hyrjeve dhe i daljeve, pra një llogari e thjeshtë, më kupton? Ka pas pretendime të ndryshme nga palët dhe është konstatuar që është një vlerë tepër e lartë për këto blerje që janë bërë që supozohet se nuk justifikojnë. Po, paktën kështu thuhet. Nga pala tjetër ka patur një prapësim duke thënë që vlera është 10 herë më e ulët, në mos ka bofsha unë, nga sa është 70.000 domethënë, diku 75.000 ka pretenduar Jola Xoxha bashkë me financieri që 7 milion lek, kurse këta thonë ose flasim me të vjetër 75.000 euro po themi dhe 868.000 euro. Po. Që pretendon në SPAK. Për një periudhë 4 vjeçare. 4 vjeçare. 4. Periudha shkolle. Kam përshtypjen që Xoxha vetë ka thënë që për periudhë 10 vjeçare, te arsyetimi i 2016-2020. Okej. Atë këta mund të flasin, mund ta bëjnë burrin grua ore. Jo, ka thënë Xoxha kanë përshtypjen. Jo, Xoxha ka thënë 75.000 euro të shpenzuara për 10 vite, ndërsa SPAK ka thënë për 4 vite 868.000 euro. Po, kjo është 2016-2020. Shiko, kërkimet organi procedues pas ligjit të rikthem
rastet e tilla ai ka bërë me letër porosi. Pra, janë parë ato... Ç'do të thonë me letër porosi? Pra, letër porosia është një akt procedurial ku organi procedus rasti konkret Prokuroria, që është SPAK-u. Prokurorit, çdo prokurori ka ligji për prokurorin, marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë, edhe konventat dhe kodi i procedurës penale, ku është një delegim për kryerje veprimesh organeve të huaja të drejtësisë, policisë gjyqësore të një shteti për nevoja të një hetimi të caktuar. I kërkohet që të bëjë të gjitha veprimet që delegohen policisë gjyqësore, si pyetje personash, sekuestrimesh, sipas kërkimit dhe sipas dinamikës së hetimit. Për rastin konkret, këtu është parë që është përdorur një kartë krediti, sepse kjo është forma që ne dimë që bëhen blerjet. Dhe hetimet në këto raste janë shumë të thjeshta sepse lënë në gjurmë dhe ndiq paran është ky edhe termi popullor. Dhe është ndjekur paraja duke parë shpenzimet e kartës së kreditit, logjika juridike, është shkuar dhe është bërë kërkimi për atë send që është blerë dhe ka dalë tek vlerë e sendit. Dhe kështu është operuar për të gjitha sendet e blera. Kryesisht, po për të gjitha, sepse ka lënë në gjurmë te karta e kreditit, gjëja më thjesht. Me qartë. Dhe pastaj mbi letër porosisë në këto shtete janë mbledhur është bërë një punë voluminoze, patjetër besoj, se edhe oficerët duhet të kenë qenë specialistë, kryesisht specialistë të tatimeve, dhe duke u punuar nga pak në kohë, kemi dalë në një vlerë të tillë. Pra nuk është se unë nis tipikisht hetimin ndaj për tetuar Ajola Xozën, po është kompleks që është nisur në disa fronte. Ju e dini vetë që ka qenë një person me emrin Nesti Angoni, i cili ka bërë. Dhe pastaj hetimi ka qenë dinamik sepse ne na rezulton që janë të përfshirë edhe disa kompani të tjera, që mendohet që kanë qenë guac. Dhe duke shkuar tek këto kompani, janë parë lëvizjet që lidhen me kryetarin e bashkisë. Pastaj është përfshirë dhe shoqja e tij, duke u zgjeruar hetimi edhe tek ajo. Me qartë. Okej. Por si është mundi që gjitha kompanitë, jo OJF-t, që kanë lidhje direkte me Ajola Xozën, Shizi, Byla, kjo për Shqipërinë, Arabeli, të gjitha këto, gjatë gjithë këtyre viteve kanë marrë para fonde pa fund nga Bashkia e Tiranës. Sepse ajo që pretendohet, po flas si po flas. Vazhdo, jo ti. Jepi mos ka problem. Unë nuk është ajo se më bëre pal tani, po nuk janë pal, pretendojnë që kanë mbështetur aktivitetet të Bashkisë Tiranës. Janë mbështetur aktivitete në qytet. Kështu pretendojnë. Sa OJF ka të regjistruar në gjykatën e Tiranës? Nuk e di, s'kam shifra. Do të jenë shumë. Shumë do të jenë. Okej. Po pse vetëm këto OJF të tjera jo? Kot, shumë për budallik, po të themë. Ti po thua që nga që janë afër kryetarit bashkisë ti marrin këto parat. Këtë po thua. Ore, është një thagmë në atë dosje, është një thagmë fare, kishin dhënë 21.000 euro për një aktivitet që njëri do i binte pianos dhe tjetri violinës në një koncert. Dhe ti do t'i binte pianos. Edhe ky i violinës nuk e kishte aberin çfarë ishte violina, por lekët i kishte marrë. Sepse kishin thirrë këta të SPAK-ut, u andi, merre si këtë violinën ti pa bjerë pa klutën, po s'di tha ai ti bie. Si s'di ti bie, s'ti ka marrë lekët për këtë, violinist. Kështu, këto thagma ka aty. Jo atë të Ben Imami që thash ajo, para ata pseudo artistët, domethënë që ngryseshin burra e ktheheshin gra në mëngjes. E di shumë se çfarë ndodhi me teatrin e burr. Me të famshme Altin Basha, me një kopet të tërë pseudo-artistësh aty që sa i takoj Lali ditën tjetër, Lali, po është çmendurim o burr. Akoma këtë do mbroni? Kujt po i drejtohesh? Atyre që na dëgjojnë. Jo, ndoshta ata që do dëgjojnë nuk janë duke mbrojtur. Është një çmendurim, kjo që ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, është një çmenduri. Nuk kam personalisht me zotin Erion Velia, sinqerisht e them këtë. Po fare. Po është çmendurim, ata thashë herën e kaluar. Ky gënjeshtari patologjik që thoshte me kë do shkoj fëmia im në Koposht ditën tjetër. Ky zotëria që mund të ketë 10 dado, se ja mban xhepi. Po ta tregova më rastin e fundit herën e kaluar me Keleta Hoxhën. Po, me gjyqtaren. Vdiq më babaja e saj, dhe i rrinte me fëmijën e Keleta Hoxhës përpara SPAK-ut më. Fëmijë më ishte dhe ai.
Fëmijë më ishin ata që shkuan atje me atë gruan në Rogozhin që u përplasën në kavaj që do shkote për ndërtim paleje. A nuk ishin fëmijë ata? Po ai Ardit Gjokra më 17 vjeç, nuk ishte fëmijë ai? Të pse që ka fëmia e Erionit më i mirë se sa fëmijët e fëmijëve tjerë më burr. Ç'është kjo histori më valla? Ore duhet të hapin syt një herë mirë nga kjo histori më. Dhe për të ardhur te data 11, sepse këtu gjithë kjo histori javës tjetër shtiven i bie të martën. Ore duhet të kuptoni ka gjë. Në qoftë se gjykata do bëjnë dhe këtu do ketë një thak, unë uroj shumë që të mos ndodhin ore. Po këtu çfarë mund të më di? Ore zotëri, ky ka sot zyrtarisht 3 vepra penale për të cilat hetohet dhe ka shkuar në mas sigurie. Po. Zyrtarisht. Ilir Meta ka 2 vepra penale. Ky ka 3. Ilir Meta sot është në burg. Po. Shkallë pash, në apel, gjykat lartë. Tani nëse do të nxjerrin Lalierin dhe do marrin Ilir Metën aty brenda, këtu ka marrë fund drejtësia o zotëri. Dhe unë këtu nuk po bëj avokatin Ilir Metën, nuk më intereson fare Ilir Meta. 0, sinqerisht 0. Po marr thjesht fenomenin. Po marr fenomenin. Si mundesh? Edhe e fundit fare, ka një përplasje, nuk e di, është paradoksale, nuk arrit do ta kuptoj. E di pse? Sajmir Tahiri ka pas Maksima Xhin avokat. Po. E mani me viso 2 paketa, se lali spina cigare. 1. Tani, duhet me i pak të gjëra. E qartë. E dyta, ky Enger Pëllumbi, Po. që është gjyqtari i datës 11 mars në apel, që do gjykojë çështjen Vedje, është gjyqtari që ka dënuar Sajmir Tahirin në apel, që e çoi në burg. Enger Pëllumbi ka qenë gjyqtari i çështjes. Ky Enger Pëllumbi ishte ai gjyqtari që në 3 janar dha vendimin për Sali Berishën. Për ta liruar. Jo, i tha masën e sigurisë, domethënë nuk ja hoqi, se Sali Berisha ka kërkuar hiqen gjitha masat e sigurisë. Ja vuri masën e sigurisë, detyrim paraqitje. Po pra, hoqi arrestin e shtëpisë flas. Arrestin e shtëpisë e kishte gjyqtarja. Ah, hoqi gjyqtarja. Fiorella Davidi e kishte hequr masën e sigurisë, e kishte lënë në hetim të lirë. Ah, në hetim të lirë. Totalisht. Ja Enger Pëllumbi e buri në detyrim paraqitje. Pra për këtë lloj gjyqtari flas. Për këtë gjyqtar po flasim. Okej. Pra ti më thua që me këtë gjyqtar gjasat janë 0? Jo, nuk e di tani se Berishën e ktheu në detyrim paraqitje. Sajmir Tahirin e futi në burg, tani me Lalin nuk e di. Ka një lloj paradoksi të papara këtu, më zotëri, që unë s'po arrit do ta kuptoj. Këta që flasin për konflikte interesi, për e ke parasysh mos fusim gjyqtar këtu. Po mirë, pse s'kërkon përjashtimin e Enger Pëllumbit kë? Ke gjykuar çështjen e Sali Berishës, kundërshtarit tim politik. Po s'është konflikt interesi. S'ka konflikt interesi aty. A s'ka aty? Jo, pse konflikt interesi? Po te Orzado çka konflikt interesi ka? Se i ka dhënë leje ndërtimit. I ka dhënë komshiut apo fisit e Orzado si ka dhënë aty? Leje ndërtimit. Dhe ku do ndryshonte? Domethënë, pse çfarë ndryshimi ka? Ato që ka shkruar Orzado aty dhe i ka firmosur Altin Dumani, janë fakte dhe prova të cilat i ka pranuar dhe prokurori tjetër apo janë gënjeshtra? Domethënë Altin Dumani, shefi i Orzdados, pas ka nënshkruar gënjeshtrat e Orzdados. Ma shpjegoni pak përse unë pas... Avokati e tha që pjesë më të madhe të proceseve, të proces verbaleve, si ta shpjegoj, se nuk di ta them juridikisht unë po flas për ata që na shqiptarët. Tani unë po them një herë tjetër. Nëse Altin Dumani i ka firmosur, prokurorit më korrigjojnë nëse se ka qenë prokuror dhe e di shumë mirë. Zotëri nderuar e ka firmosur, po të kishte kundërshtim në raport me dosjen, Altin Dumani nuk e firmosur më. Është dhe shefi i tij. Me qartë. Kujt po i kërkojnë llogarit ta njerëz se unë sa kuptoj valla. Ose si është mundë ky njeri zgjohemi dhe ngrysemi me statuset e këtij në Facebook. E kam pyetje këtë. E kam pyetje. I kam thënë atyre të bashkisë time që nënat dhe motrat tona sot të udhtojnë falas me. Ora, a di ky që s'është më kryetar bashkie? De facto? De facto. De facto nuk është. Okej, nuk është. De facto nuk është. De jure është ende aty. Është Ristani de facto e komanduar. Okej, ajo është Po. E di ky apo nuk e di? Statuset nga ku i shkon? Lejohet telefoni brenda? Nuk e di. Nuk e di, ka një pyetje sepse thotë nuk kanë ndaluar takimet. Po se dikush o takoj dikë dhe i them që shkruaj tek Facebooku im. Pra, unë jam brenda në burg. Prit se meqense më the, meqense më the atë që atë dhe s'më harroj, vazhdo. Atë meqense më the kështu un po them, unë jam brenda në burg. Nuk më lejon takimet prokurori mua. Po. S'm ka dhënë autorizim. Tani, ku i shkruaj këto unë?
Se nëse rrasëm ka thënë takimet, nga liuar takimet, më vjen dikush, më takon dhe i them, sot te kjo letra, shkruajnë çik të letrën status Facebook. Merë postoj, se ke dhe Facebookun tim. Atëherë edhe sikur të jetë kështu siç thua ti, i bie domethënë që aty të rrinja 2 njerëz, vetëm për statuset. Vetëm për statuset. Po prit pa duro, dakor, ta marrim kështu miq. Do rikthehem shpejt se ndjes. Ora, si është e mundur, vetëm Erion Velie pas ka diçka për të thënë, Ilir Meta nuk ka asgjë për të thënë. Po dhe Ilir Meta shkruan ndonjëherë. Një herë në muaj? Kur ka takimet. Një herë në muaj. Ky njeri nuk shkruan këtij. Ti e ndalohet që të shkruaj, edhe të shkruaj. Po zotëri, po unë vetë basi ai ka telefonin në zyrë në qelimo. Okej. Sepse nuk arrit do ta perceptoj ndryshe. Kush duhet të jetoj tani këtu? Për të Drejtoria e burgjeve. Drejtoria e burgjeve. Okej, perfekt. Shumë faleminderit. Ligji Jepi Bego. për trajtimin e të paraburgosëve dhe të arrestuarve ndalon mbajtjen e telefonave celular, por lejon komunikimin me telefona me personat e autorizuar. Gjithashtu lejon e takimet me personat e autorizuar. Pra, me kartën, me ato kartat që blien, mund të komunikoj me numrat autorizuar, që mund të jetë bashkëshortja e tij, po supozojmë avokati, këshilltarët, njerëz të dhe nga këtu mund të japi takimet duhet bëhen takime periodike një herë në javë. Një herë në javë, po. Ku çon gjërat nevojë që ka dhe komunikime. Sipas ligjit. Okej. Mirë, atëre. Shkurtimisht ne kalojmë tek për të rikthyer për të vazhduar me Bekon, dëgjojmë një tjetër sinkron atë se çfarë kanë deklaruar avokatët e Veliajt për të hyrë diskutimin dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh, që kjo është vërtet një luftë, është një propagandë dhe të shohim se çfarë do ndodhë në 11 mars. E vetmja momenti manipuluar për të shkuar që të them që të thonë që dhe për të përligjur këtë mas, është prishja e provave. Intimidimi, edhe nëse është që s'është, nuk është prishje provash. Të kundërshtosh mënyrën e sjelljes të një punojësi të shtetit është jo vetëm e drejtë, po dhe detyrë çdo shtetasit ndaj një supremacie dhe ndaj një pozicioni superior që ka gjithmonë shteti ndaj individit. Në këto kushte, ky intimidimi është përdorur në funksion të justifikimit të masës së arrestit të marrë ndaj zotit Veli. Dhe siç e dëgjuam, ne nuk kemi parë mesazhe sigurisht, por është përfolur që mund të ketë pasur në arsyetimin që ka bërë gjyqtari Erion Bani, thuhet që ka pasur një lloj intimidimi dhe kërcënimi, mesazhe kërcënuese që Velia ju ka dërguar oficerëve të policisë gjyqësore, por edhe agjentëve të byros kombëtare të hetimit. Nga ajo çfarë ju më konkludoni, pasi dhe vetë Velia ka thënë që thjesht ka shkruar një mesazh, njëri nga agjentëve ka thënë që mos më maltretoni, mos më keq trajtoni gruan ditë shtune, por kërkesën që është bërë me telefon. Ditë shtune. A është e logjikshme nga ana ligjore dhe juridike, a një procedura ligjore që të bëhet kjo kërkesë? Dhe a kishte të drejtë Velia që të reagonte në atë lloj forme ndaj agentit që kërkonte marrjen në pyetje të zonjës Zoca? Nëse isha i qartë? Jo, është shumë i qartë, faleminderit. Ligji procedural parashikon saktësisht njoftimet që mund të bëhen, janë njësoj njoftimet që i bëhen palëve, prokurorit, të pandehujt e tjerë. Këto njoftime mund të bëhen si me shërbimin postal, ashtu edhe nëpërmjet telekomunikimeve, por edhe me mail. Pra të gjitha mjetet e mundshme të komunikimit. Pra, parashikohet njoftimi nëpërmjet telefonit celular si një mënyrë e thjeshtësuar. Për më tepër që e shkruara një mesazhi është një dokument i cili mbetet dhe në rast se ka element të ndryshëm, kërcënimi, po themi, apo kërcënimi, atëherë atë është dokumentuar dhe është dukshëm që është e tillë, në rast se është e tillë. Pra ligji parashikon këto forma njoftimi. Organi procedues mund të njoftoj në çdo kohë që e shikon të arsyeshme, ndoshta nuk është e përshtatshme shumë me shtunë e diel, pra është një mesazh që bën një njoftim, një komunikim. Nuk ka një përmbajtje të caktuar që mundesh që krijosh një situatë të reagosh të tillë, duke të një datë dhe një orar takimi. Është fare normale. Nga çfarë ju keni këto përdoren më fal në rastet kur hetimi ecën shpejt dhe ka një dinamik, sepse vetë bërja e fletëtirjes ka një procedurë të ndërlikuar në thonjza dhe kërkon kohë nga momenti i dërgimit, postimi, njoftimi palës, lënia e një afatit palës, pala mund të mos jetë, mund të mos vinë atë datë, ti e pret, detyrohesh të bësh një njoftim tjetër me shkrim dhe kalojnë shumë ditë, kohë që komunikimi me telefon është lish, aq më tepër që është praktik.
Nga informacionet që ju keni, se sigurisht rrethi juaj me njerëz të ligjit ndoshta që mund të shkojnë sigurisht edhe në rastin konkret, nuk e di, ka pasur apo s'ka pasur kërcënime, keni dieni nga ajo çfarë keni parë në dosje, arsyetimin që ka bërë gjyqtari, mendoni që mund të jetë kjo çështja? Kërcënimet me telefon si rregull në fakt nuk janë njohur nëpërmjet praktikës, sepse kërcënimi duhet të jetë real, duhet të jetë i çast, duhet të jetë i frikshëm dhe kërkon në përmbajtje të vet të ketë dhe një mjet të caktuar. Ky është formulimi ligjor Që quhet kërcënim. I kanosjes. Kupton? Kanosja duhet të jetë serioze dhe duhet të jetë përvrasje. Ne duhet të shikojmë cila është përmbajtja e këtyre mesazheve që të kuptojmë çfarë kërcënimi, pra çfarë kërcënimi mund t'i bëjë një përfaqësues i akuzës, oficer policie gjyqësore i BKH-s ose një prokuror, një person, një dëshmimtar i qendrës. Më tepër me telefon. Në rast se ti shkruan një mesazh, ai mesazh lexuar është dokumentuar dhe ti mund ta çosh edhe në inspektoratin e lartë të drejtësisë dhe mund të kërkosh të merret mas ndaj tij sepse ka cënuar, ka fyer. Po në rastin që Veliaj akuzohet se ka kërcënuar agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, merret si do të themi si kërcënim është interpretimi ligjor që thatë. Është një rrethan që ndikon në pozitën procedurale të personit që është në hetim dhe në rast se ata do ta çmojnë të arsyeshme, ndofta mund të ngrenë edhe një akuzë, por në rast se ngrenë akuzë do të bëhen vetë viktimat e veprës penale dhe në këto kuptim atëherë do detyrohet që të japin ndërheqje nga çështja penale, do të kalojë procedimi dikujt tjetër. Në rast se do të ishin në një pozitë procedurale të viktimës së veprës penale. Kupton, dhe autor do të ishte ky, do të shtojë edhe një vepër tjetër penale, që këto ka shumë raste që ndodh kështu në organin procedues, por si rregull prokurorët janë tolerantë dhe gjyqtarët, sepse mundohen të kuptojnë procedurën e pozitën procedurale të personit që ndoshta reagohet në mënyrë emocionale. Në 11 mars ç'mendon se mund të ndodhë? Duke parë gjithë të, le të themi, edhe këtë luftën mediatike që Veliaj ka bërë në raport me Olzdaton dhe me çështjen e gjyqtarin Erion Bani, a janë pozita rënduese që apelit japin të drejtën, le të themi, por jo vetëm kjo, se është edhe timi që ata kanë bërë, të thonë që Erion Veliaj do qëndrojë në burg, ç'mendon? Duke parë vendimin e gjykatës me caktimin e masës së sigurimit, na rezulton që kryetari i bashkisë dyshohet për disa episode për veprat penale të korrupsionit pasiv, mos ka bëj, dhe për element të pastrimit produkteve veprës penale. Pra për veprat penale pothuajse më të rënda që janë në kompetencë të prokurorit të posaçëm. Edhe fshirje pasurie, mos gaboj. Po, pak mos deklarim, pra janë disa episode dhe 9 episode janë. 9 episode, janë shumë episode dhe vlera është e lartë. Vlera e 3 milionë euro në total. Total. Një vlerë shumë e lartë. Tani, si do ta çmojë gjykata në raport me praktikat e mëparshme të gjykatës, që ne dimë që gjykata ka lënë në burg persona të ndryshëm për vlera penale, për vlera monetare shumë të ulta, për një episod korrupsioni, jo për 9 siç po thoni ju, ka lënë në burg persona që pra kanë patur një rrezikshmëri ndoshta shumë të ulët për të prishur provat. Po masat e sigurimit, si rregull, janë masa të cilat caktohen për disa arsye, në kuptim të rrezikshmërisë së lartë të personit, të veprave penale, të prishjes së provave, por edhe të rrezikut të ikjes dhe një interesire të thana që ju gjykon vetë gjyqtari seancës, gjyqtari caktimit të masës paraprake. Dhe këto do të shikohen edhe në raport me personin në fjalë. Pra, cilat janë këto nevoja sigurimi dhe cili është raporti tyre me masën e sigurimit të vendosur dhe qëndrim që të mbajë organi procedues. Në rasti konkret, kërkues nuk është prokuroria, po është vetë personi në hetim ndërmjet avokatëve të tij. Dhe prokuroria do jetë palë dhe do merret një mendim mbi kërkimin që ka bërë mbrojtja. Me qartë. Faleminderit Beko. Avokat, pyetja e fundit për ju përpara se të kaloj tek çështja e fundit që të mbyllim këtë emision të sotshëm, që është shumë interesante, do diskutojmë për vrasjen e 24 vjeçares Tiran nga babai që me sa duket ishte për çështjen deri një temë shumë interesante. E kam shumë të bukur pyetjen. Si do ta mbroje Erion Veliajn kur të përballeshe në gjykatën e apelit për ta hequr nga masa e arrestit me burg, për ta nxjerrë nga burgu i Durrësit për ta çuar në shtëpi ose në detyrim paraqitje. Mbi çdo bazohesh nga çka lexuar. Në kushtet që është tani. Po, kushtet që është tani. Është i pambrojtshëm.
Nuk kushtet që është tani. Por, nëse do kisha qenë avokat që në fillim, gjëja e parë fare, do t'i thosha domethënë që t'i jetë respektues në raport me organin akuzës dhe me gjykatën. Gjë që Erion Velie nuk e ka bërë një ditë vetme. Ka qenë refraktar. Çdo ditë mesazhe në Facebook, duke kërkuar me të gjitha mënyrat e mundshme. Zotëri, ti nuk ke nevojë fare të bësh tamtame mediatike. Nëse ke diçka me prokurorin e çështjes, bëj kërkesë dhe kaq, nuk ke arsye domethënë që ta ngresh ta bësh një vorbull të madhe çështjen tënde, sepse kur shkosh në gjykat, unë po flas gjithmonë me një gjyqtar i cili vë, le të themi, bindjen profesionale për te çdo gjë tjetër, ai nuk shikon fare tamtamet që kanë dëgjuar mediat sahan lëpirëset që janë paguar nga dita 1 e deri tani nga Erion Velie. Pra një gjyqtar profesionist nuk i shikon hiç këto gjëra, këto historira. Si avokat do t'i thosha, stop, nuk duhet fare të kesh një lloj qasje kaq negativiste me organin akuzës, duhet të jetë bashkëpunues. Këti ku shkon kërkon para gjykatës, domethënë ndryshimin e masës ose një masë tjetër, këto janë le të themi rrethana cilësuese, që ti i thua, shiko, klienti im në rasti konkret ka qenë bashkëpunues. Si ka qenë bashkëpunues ky? Klienti im ka respektuar organin akuzës, si e ka respektuar ky? Klienti im nuk prish prova, si nuk i prish provat ky? Ne po flasim për një gjë që ndodh sot. Ti ai Lirmetën e ke në burg sot për një çështje që është e vitit 2013. Ai nuk prish prova, se s'ka çfarë prish më. Se është i vitit 2013. Jo ky. Personi në fjalë nuk mund të intimidojë dëshmitar të mundshëm. Ky absolutisht e intimidon. Si intimidon? Është njëri me pushtet. Është një njeri me pushtet. Është njeriu i dytë pas Edi Ramës që ka pushtet në Republikën e Shqipërisë. Pra, janë një sër faktesh rrethanash, dhe unë po flas si jurist tani. Janë një sër faktesh rrethanash që mua më bëjnë të besoj domethënë që do ishte e pakonceptueshme që ti të shkoj aty tani me këtë mënyrë qasje që ke pasur ndaj organit akuzës ose mbieshmëri. Se qëse ti do thoshe, mendoni që unë kam kryer këtë vepër penal, po. Jam në dispozicion të organit akuzës, të më hetojnë nga aja të zhe, nuk kam fare problem as me Olsdadën, as me 100 Olsdada që mund të më urrejnë mua, le të më urrejnë, s'ka problem, unë jam i pastër. A jam i pastër, unë vlla. Ti tha, kur të di këta mizat atë, ç'ke që kruash o burta? Ti je i pastër. E qartë. Si ti jetë Olsi, si ti jetë Saddam Husseini aty, ku di unë, çali e ke vlla? Më hetoni, se unë jam i pasë, unë s'kam asnjë gjë për çat fshet. Sepse thot po metoni me provat stisura që nuk ka provë, kështu është pretendimi. Po prit për dakord, edhe atë. E drejta vonon, po kur nuk harron. E drejta del në një farë mënyrë. Do të rri burg Velie. Po pse çfarë është Velie? Domethënë është më i mirë se të gjithë ata të tjerë që kanë shkuar në burg edhe për 20.000 lekë drita? Çfarë ndryshimi ka ai? Pastaj mos e bëni kaq kujt, mos e bëni, mos e bëjmë, sepse ka një problem tani, se ti si marrin çështje gjyqësore më. Ky akoma pa mbyllur këtë, i ka shkuar një çështje tjetër në një kallëzim tjetër penal. Tani i ri. I ri fringo. Tani i ka shkuar këtij zotërisë domethënë. Për çfarë? Ardiana Kalaj kishte thënë një tjetër përpara ca kohësh, tani i ka shkuar një tjetër për çështje të tjera që ka në dreq tenderimet e tija, ky zotëria. Të gjitha nuk i kanë fund më. Pa harruar që ka inceneratorin, që e ka futur drejt prem që një zotë di se pse e mban në sektar. Pa harruar 5D-n. Pa harruar Ekopark. Janë disa, janë shumë çështje. Okej, që të shkojmë tek çështja e fundit. Beko këtu besoj u mbylli, me zauruan besoj çështjen e Veliet, nuk kemi diçka për shtuar. Mirë,